Nuk është vetëm interes i individit që zgjidhet çështja pronësore, por është interes i shtetit. Është fakt, nuk dua të përsëritem, që ka numër shumë të madh të lëndëve dhe ka ngarkesë tepër të mëdha. Një hulumtim i realizuar në fund të muajit qershor me mbështetjen e Bankës Botërore ka konstatuar se në gjykatat e Kosovës aktualisht janë mbi 35.000 lëndë kontestuese të pronave. Nënkryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Argzon Muçaj, në kallëzo për një me tha se nuk është vetëm çështje individuale zgjidhja e rastit të një pronësie, por kjo kalon më pas edhe në interes të shtetit. Sipas Muçajt, nëse bëhet konstatimi i saktë i një pronari, një pronë e saktuar mund të vihet në çarkullim, pra mund ta shfrytëzoj për kredi apo mund edhe ta barte dikush tjetër. Gjykata ka parasysh rëndësinë e zgjidhjes së çështjeve pronësore, sepse nuk është vetëm interes i individit që zgjidhet çështja pronësore, por është interes i shtetit, sepse përmes konstatimit të saktë të pronarëve dhe bartjes së pronësisë nga trashëgimtarët tek trashëgimtarët, prona vihet në çarkullim. Çka nënkupton vendosja në çarkullim e pronës, nënkupton që qytetari mund ta shfrytëzojë të njëjtën, mund ta bartë për persona të tjerë, mund ta shfrytëzojë për kredi dhe interesa të tjera. Edhe në këtë rast do thotë gjykata Gjyqtari Muçaj tha se ka raste dhe kur lëndët për çështje pronësore trajtohen me prioritet për shkak të situatave që paraqiten. Është fakt, nuk dua të përsëritem, që ka numër shumë të madh të lëndëve dhe ka ngarkesë tepër të mëdha. Ka një kategori të caktuar sipas natyrës që i trajton me prioritet. Ato kryesisht lidhen me çështje familjare, lidhen kryesisht me çështjet që për shkak të urgjencës është vlerësuar nevojshme t'ju jepet prioritet. Tani çështjet pronësore nuk është çdo herë, do të thotë nuk varet prej gjykatës se sa efikase apo në çfarë efikasiteti mund të zgjidhet një lëndë, sepse e përmendi Kreshniku, mosshqyrtimi me kohë trashëgimisë, kalimi prej trashëgimtarit, vdekja prapë edhe personave tjerë e zgjeron rrethin e trashëgimtarëve. Zgjerimi i rrethit trashëgimtarëve domosdoshmërisht krijon edhe pasojat e efikasitetit. Gjykata ka për obligim që gjitha palët i trajtojnë në mënyrë drejtë dhe barabartë. Ka për obligim të ftojë gjitha palët dhe të njoftojnë në raport me drejtat e tyre lidhur me procedurën që është duke zhvilluar. Në këtë rast do të thotë detyrimi për t'i ftuar gjithë trashëgimtarët që janë të domosdoshëm në procedurë krijon edhe pasoja në aspektin e kohës. Edhe në këtë rast do të thotë, nëse se i kemi 30 palë, i kemi 25 palë ose 20 palë, ftesa për gjithë, është e pamundur që ne kemi probleme tjera edhe me aspektin e adresave, sepse është një zinxhir që në një formë e determinon punën e vetë gjykatës. Edhe ndoshta ka raste shumë shpeshta që e pamundur që të njofton gjithë trashëgimtarët. Dështon ftesa për njërin palë, dështon edhe seanca. Pastaj e kemi edhe një problem tjetër që lidhet prapë me dëshminë e vdekjes. Kemi raste të caktuara që personat fare nuk i deklarojnë personin e vdekur. Edhe në këtë rast mungesë deklarimit të personit të vdekur nuk mund të konstatohet edhe kush janë trashëgimtarët. Edhe këtu paraqiten pengesat në zhvillimin e procedurave tek çështjet pronësore, që jo çdo herë janë me fajin e gjykatës. Raporti Bern Kosova për të drejtat pronësore është realizuar nga Fondi për Paqe dhe Ndërtim të Bankës Botërore, në kuadër të projektit Pjakës dhe të zbatuar nga ATRC.